Guri i mëngjesit në Shishtavec është ende i mbuluar nga rreshtet e dëborës në ditët e para të pranverës, duke marrë një pamje magjepse mes panoramës së bardhë të pjeshkëve të Shishtavecit në verilindjet e Shqipërisë, pranë kufirit me Kosovën, i rrethuar nga bjeshkë të veshura me dëborë dhe nga një qetësi alpine që të lë pa frymë. Ky gur i madh ranor kthehet në një pikë magjike të peizazhit ku dimri ende nuk është larguar plotësisht dhe pranvera sapo ka nisur të japë shenjat e para. Nga lartësia prej 1940 metrash mbi nivelin e detit, guri i mëngjesit ofron një panoramë manice, kreshta të bardha, lugina të qeta dhe horizonte të pafundme ku shfaqen madhështore Sharri, Gjallica, Koretniku, Korabi dhe Kallabaku, ndërsa në ditë të kthjellta duken edhe pjesë të Alpeve shqiptare. Kjo pamje e rradhë, ku bora mbulon ende kullotat alpine dhe relievin e egër të zonës, e bën gurin e mëngjesit jo vetëm një simbol të Novosejit dhe Shishtavecit, por edhe një nga pikat më mbretëreshëse për dashamirësit e natyrës, fotografisë dhe ecjeve malore.